Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. 23-27 tetor, një shpërthim fati në horizon. Këto 6 shenja do jetojnë ditët më të bukura të tetorit. Nga 23 deri më 27 tetor, qielli ndizet me një energji të fuqishme që do të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve për shumë shenja. Një shpërthim i vërtet fati po vjen në horizon, një periudhë ku yjet vendosen në një harmoni të rrallë, duke sjellë gëzim, pasuri, dashuri dhe lajme të papritura që do të ndezin shpirtin. Universi po përgatit ditët më të bukura të këtij muaji, ku gjërat që nuk kanë ndodhur për javë të tëra, papritur lëvizin me shpejtësi. Planetët krijojnë një lidhje magjike midis Jupiterit, Diellit dhe Venusit, duke hapur portat e suksesit dhe të mundësive të reja. Në këtë periudhë, shumë njerëz do të përjetojnë lajme që i befasojnë, fitime të papritura, dashuri që rilindin, ftesa, mesazhe dhe mundësi që vijnë si dhuratë nga qielli. Këto janë ditët ku fati zgjohet. Energjia është e ngrohtë, e gjallë, plot dritë dhe për 6 shenja të veçanta, do të jetë një përjetim që nuk do ta harrojnë lehtë. Universi do t'u japë jo vetëm lajme të mira, por edhe një ndjenjë të thellë besimi, qetësie dhe fuqie shpirtërore. Në këtë valë të artë të fatit, gjithçka mund të ndodhë, një telefonat që ndryshon rrugën e jetës, një mundësi që hap një kapitull të ri, një ndjenjë që zgjon zemrën. Këto janë ditët ku duhet të besoni, sepse universi nuk vonon kurrë, ai vepron në momentin e duhur. Le t'i zbulojmë tani 6 shenjat e bekuara që do të përjetojnë këtë shpërthim fati nga 23 deri më 27 tetor, ditët më të ndritshme të këtij muaji magjik. Demi. Kjo periudhë është një shpërblim i qartë për durimin tënd, Demi. Nga 23 deri më 27 tetor, energjitë planetare vendosen në favorin tënd duke të sjellë fitime financiare, lajme të mira nga puna dhe një ndjenjë të fortë stabiliteti. Nëse ke punuar për diçka të re, mund të marrësh një të papritur ose një mundësi që do të hapë rrugë për muajt në vijim. Në dashuri, ndjenjat marrin formë të re, një bisedë e sinqertë apo një takim i papritur mund të rikthejë buzëqeshjen. Universi të thotë, tani mos mendo, vepro. Ky është momenti yt për të ndritur. Daforia. Energjitë e qiellit po e përqafojnë shenjën tënde me dashuri dhe butësi. Në këtë periudhë, një ndryshim pozitiv emocional ndodh për ty, lajme nga familja, një afërsi më e madhe me dikë që do, ose një gëzim që vjen papritur do të bëjë të ndihesh i mbrojtur dhe i bekuar. Në punë, një projekt që të ka lodhur do të përfundojë me sukses, dhe më në fund mund të marrësh frymë lirisht. Universi të sjellë surpriza zemre dhe qetësi shpirtërore. Këto janë ditët ku do kuptosh se gjithçka që ke kaluar kishte një arsye të bukur. Peshorja. Për peshoren, ditët 23-27 tetor janë si një dritare e fatit që hapet papritur. Një mundësi e re, një takim i rëndësishëm apo një lajm që lidhet me të ardhmen, do të emocionojë fort. Në dashuri, Venusi, planeti yt udhëheqës, të sjell harmoni, pajtim dhe ndjenja që ngrohin shpirtin. Në financa, një ide e vjetër mund të kthehet në fitim, ndaj beso në intuitën tënde. Universi po të shtyn drejt një periudhe të re suksesi, ku do të ndihesh më i qetë, më i vlerësuar dhe më i sigurt për zgjedhjet e tua. Akrepi, për ty ky është momenti i transformimit. Nga 23 deri më 27 tetor, Marsi dhe Jupiteri krijojnë një kombinim që ndez fatin tënd. Në aspektin profesional, do ndjesh një ngritje të fortë, një mundësi të artë apo një lajm që të çliron nga ankthi i pasigurisë. Në dashuri, një surprizë e madhe vjen në formën e një personi që të kupton thellë, lidhjet bëhen më të forta, ndjenjat më të sinqerta. Universi të flet qartë, mos ki frikë nga ndryshimi, sepse ai është rruga drejt rilindjes tënde. Ujori. Për ujorin, kjo periudhë do të jetë si një frymë ajri i pastër pas një kohe të vështirë. Nga 23 deri më 27 tetor, gjithçka që ka qenë në pritje fillon të ecë me ritëm të shpejtë. Një ide, projekt apo njohje e re mund të hapë një derë që të çon në sukses dhe stabilitet. Në dashuri, një energji e re futet në jetën tënde, një person që të kupton dhe të mbështet do të afrojë më shumë me veten. Universi të jep sinjale që koha e vonesave ka mbaruar. Tani është momenti yt për të parë frytet e durimit.
Peshqit, për ty, peshk i ndjeshëm dhe intuitiv, kjo periudhë do të jetë e mbushur me dritë, emocione dhe frymëzim. Nga 23 deri në 27 tetor, një ndryshim i papritur mund të të japë gëzim të madh, qoftë një lajm për punë, një mesazh nga dikush që e do, apo një mundësi që vjen në kohën perfekte. Në dashuri, lidhjet bëhen më të thella dhe ndjenjat më të pastra. Në financa, një fitim i vogël ose një ndihmë nga dikush që nuk e prisje, do të sjellë lehtësim. Universi të thotë, mos dysho më te fati yt, ajo që ke imagjinuar është gati të ndodhë. Nga 23 deri më 27 tetor, për Demin, Gaforen, Peshoren, Akrepin, Ujorin dhe Peshqit, nis një periudhë e dritës, fatit dhe mundësive që ndryshojnë gjithçka. Fati nuk është më në horizon, ai po afrohet me shpejtësi. Nga 23 deri më 27 tetor, qielli hap portat e fatit për Demin, Gaforen, Peshoren, Akrepin, Ujorin dhe Peshqit. Këto janë ditët ku gjithçka mund të ndodhë, kur një mesazh, një takim apo një mundësi e vogël mund t'ju ndryshojë krejtësisht drejtimin. Mos harroni, fati i ndihmon ata që besojnë. Besoni në veten tuaj, në ëndrat tuaja dhe në shenjat që universi ju dërgon, sepse këto ditë do të jenë plot energji, dritë dhe bekime të papritura. Shkruani poshtë në komente shenjën tuaj të lindjes dhe tregoni nëse ndjeni tashmë këtë ndryshim që po afrohet. Dhe mos harroni, abonohuni në kanalin tim për të mos humbur asnjë mesazh që yjet kam për ju. Universi është gati të surprizojë, mjafton që ti të jesh gati ta pranosh.